Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se erdhët në Vila 24. Katerina, unë jemi këtu si çdo mëngjes tjetër. Ditë mbarë Kati. Faleminderit gjithashtu e dashur, po sikur jemi kombinuar sot. Ja, kështu. Sa bukur. Qelloj. Qelloj faktikisht sepse as e dinim as ti as unë. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Ambisa. Ju uroj si gjithmonë një ditë të bukur dhe joftojmë këtu te këndi jonë i gatimit për treguar recetat që të përcjellim për juve sot. Dhe në radhë të parë mashkas dhe falenderoj të gjitha Ambisat. Anita nuk e di, domethënë për të dyja thonë sikur jemi një çift për komentet e tyre plot dashuri. Faleminderit shumë edhe për të gjitha kritikat se ka edhe ndonjë kritik kështu tek. Sigurisht, ato na ndihmojnë që të bëhemi më mirë. Të gjitha janë pozitive, po, janë me dashamirësi. Mi mirëpresim, madje sa më shumë kritika dhe këshilla do të ishte më mirë. Dhe neve tani do të japim, domethënë, ide për recetat që kemi përzgjedhur sot. Dhe çfarë do të bëjmë sot? Neve do të bëjmë qiqra, se thamë që do kemi gjatë javës fasule, qiqra, thjerza. Pra të mirë është të kemi 2 herë në javë. Unë sot do sjell qiqra, supë me qiqra, do bëjmë humus me qiqra, do bëjmë edhe qiqra të skuqura që të shoqërojmë humusin. Bëjnë shumë të mira. Këto do të jenë të shkëlqyera për fëmijët tuaj. Dhe përveç se këtyre nuk do të lëmë pa bërë, edhe jemi të bukët neve, bukë integrale, por do t'i bëjmë thjesht vetëm me miell integral, por dhe me miell tërshëre. Gjithashtu, do të përdor kos edhe djathë të shkrirë. Nëse doni mund të bëni vetëm me kos, nëse doni mund të shtoni domethënë pak 100 gram djathë të shkrirë dhe 200 gram kos dhe 200 ml ujë. Pra këto janë domethënë për të përgatitur këto bukë edhe sot, edhe një lugë të çajit sot, edhe një lugë çaj të krip. Këto janë për pjesën e bukës. Filloj duke vendosur supën që të në bëhet gati, dhe që të bëhet gati supa, duhet të dim të dashur Ambisa që neve në fillim fare, që në darkë vendosim qiqrat në ujë të bollshëm, duke shtuar edhe një lugë, do me thënë varet edhe nga sasia e ujit që hidhi, një lugë të çajit të krip. I lëni për gjithë natën, të nesërmen i kulloni, i shplani prap dhe vendosni në ujë të ftohtë në tenxhere për të zier. Dhe mirë është që nëse keni, mund të vendosni 2 pako një herësh, t'i bëni këtë veprim, dhe t'i ndani në qeska dhe t'i keni, do me thënë, të ftohen, t'i ndani në qeska dhe t'i vendosni në frigorifer, në ngrirje, do me thënë që i keni për çdo lloj gatimi. Keni të gatshme për të filluar, do me thënë, për të bërë atë gatimin e shpejt. Ja, si supa që neve kemi tani për momentin, nëse qiqra do t'i kishim të ziera, si kemi dhe ne, supa nuk do shumë kohë pasaj. Si tuash, për 15 minuta bëhet gati. 15-20 e shumëta, se ndonjëherë themi 15, po pak janë. Ja, 20 nuk është kohë e gjatë. Nuk është kohë e gjatë. E shikojnë, do me thënë dhe varet nga zierja e qiqrave. Ta ngrem pak këtë temperaturën. Dhe tjetra, çfarë do të më duhet më përgatitur këtë lloj supe? Unë do ta bëj me qep, me karota, po ku i kam karotat? Ja është ajo që thash për punën e qiqrave. Edhe karotat është ajo zgjidhja që themi gjithmonë te kompania në Eranzi, sepse nuk i mbaj këtu se më shkrin. I dua që t'i nxjerr në moment dhe t'i përdor në moment. Gjëni produkte ushqimore të ndryshme, perime të ndryshme, të cilat ju ndihmojnë përgatimet tuaja të shpejta, por janë ushqime, do me thënë të cilat janë të garantuara, janë të mbajtura mirë, dhe janë ato që ju zgjidhin duart në moment. Ndaj, ne i kemi lënë në frigorifer dhe si që kuptua dhe nga shpjegimet që Katerina bëri, ne sot po gatuajmë pikërisht me produktet në Ranzi, gjithçka që do të kemi në recetë të shkruar, që do të përdorim në gatim, dhe është i treti gatim që ne bëjmë me këtë paketimin, që do të thotë shkoni edhe gjatë ndër të tjera, kështu që mendojmë pak edhe për xhepin, për ekonomin, dhe i kemi ashtu të freskëta sa herë që i përdorim në gatimet tona, gjithmonë duke ruajtur atë kujdesin edhe në shtëpi, pra i nxjerrim, përdorim ai sa duhet dhe i kthejmë përsëri në frigorifer për të përdorur një tjetër herë. Mua kaq më duhen, do me thënë për punën e kësaj lloji recete. Nuk hedh më tepër, qishrat duan një karot, rreth një karot e kemi këtu, janë karotat të cilat janë të vogla, janë të mjaftueshme për të përgatitur gjellën. Dhe përsëri e mbledhim, do me thënë, në këtë mënyrë dhe vendosim në moment në frigorifer. Nuk e lëm në tryezë që ajo të shkri dhe pastaj t'i vendosim brenda, ajo, do me thënë, ka mbaruar më. Nuk ja vlen për të vendosur në frigorifer, se është prisur si produkt. I dëmtohen vlerat ushqimore. Por kështu, në moment, do me thënë, duke hequr dhe vendosur në moment në frigorifer, nuk pëson asnjë gjë, ju garantoj për këtë. Dhe
është që përveç se këto mund t'i bëjmë, do të thënë, një herë, shpaku mund t'a bëjmë edhe një supë, duke shtuar një kungull apo një selino dhe një gjë tjetër. Karot do të na duhet. Përmendëm karotën, po tek në rancë gjeni të gjitha llojet e perimeve të ngrira, si në mikse, ashtu edhe të ndara veç. Kjo sipas dëshirës së zonjave apo atyre që bëjnë pazar në shtëpi edhe gatuajnë, pra si spinaqi, bizelet, brokoli, lule lakër, patlıxhan të ngrirë, e plot perime të tjera që vinë në këtë format. Ndërkohë që meqense jemi tek qiqrat, sigurisht që vinë në formën e tyre të ngurt, pra që duhet të qëndrojnë në ujë, atë shpjegimin që Katerina ju a bëri një natë më parë etj, po tek në rancën e sot nuk i kemi këtu, por kemi patur herë të tjera dhe ju nëse do ta vizitoni i keni edhe në formën e konservave, që janë gati, pra nëse nuk keni kohë, s'keni patur kohë ta bëni këtë procesin e mbajtjes në ujë, s'keni patur qiqra në shtëpi, keni harruar t'i vendosni në darkë, i keni edhe gati në këtë mënyrë. Atëre, fillimisht kemi hedhur vaj, kemi hedhur edhe qepën, do me thënë do 2 qepë mesatare për të bërë gati, gjithmonë kripën së ngrem këtu lartë neve. Po pra, ndërkohë që kripa është domosdoshme në çdo recet. Pa krip nuk bëhet edhe krip, do edhe tani në momentin e parë, do me thënë tek pjesa e qepës. Nëse ke nevojë për ndihmën time, më thuaj. Urdhë Anila. Këtu tek qepa do të hedhe një thelpi hudhër, por mund të gjenë, do me thënë, mund përdori dhe hudhër plur. Gati të re, kemi në të kripën, apo e kemë mbyllur ti shumë? Ju me ka atë, do që do hequr kjo pjesa këtu, do prerë që... Se shapur mirë që në fillim, ja. Prandaj. Okej, urdhëro. Faleminderit, Anila. Ja po hedhim edhe këtë. Një maj krip. Do të shtojmë këtu edhe piper. Ndërkohë duat të them për punën e qiqrave, përveç se kemi lënë një natë në ujë, unë i kam vendosur, do me thëmë për të përshpejtuar recetën, i kam vendosur, i kam zirë, dhe në zirë faktikisht unë hedhe edhe një, si thuash, nga këto rozmarin, një deg rozmarin, sepse vërtet i jep shumë shije. Është proteinë qiqra, është si puna e filetos së pulës, që është e pasur shumë me proteina, kështu që duhet të dim një gjë. Tek qiqrat, çdo gjë që shkon tek pula, do me thënë erza dhe bahana që shoqërojmë pulën, shoqërojmë edhe pjesën e qiqrave, do me thënë, kombinohen shumë mirë. Tani për punën e karotës, nuk ka problem se është e ngrirë, ajo gjatë procesit që do të bëhet tani në nxehje këtu, ka vërdisje, me njerë do të shkri. Po, plus që janë të vogla, janë karotat të vogla shumë të këndshme. Janë të vogla, edhe ngjasojnë edhe bukur. Nëse doni, mundet edhe t'i grini, po nuk ka nevojë, do me thënë se edhe kështu janë mjaftueshëm mirë. I ka vërdisim sa të zbuten, dhe me njëherë do të shtojmë edhe qiqrat të cilat i kemi kështu të zjera, dhe shumë shpejt për të bërë gati janë këto. Të lexojmë recetën këtë? Ajo që do të jetë, po mund ta lexosh Anila, tek pjesa e qiqrave do të shtoj edhe një lugë nga kjo, do me thënë mix erzash, dhe jemi të kompletuar. I shtojmë kështu edhe shijen. I japim shijen, vlera ushqimore, sepse kemi thënë gjithmonë, erzat përveç se kanë shije, që kanë një shije shumë të mirë, do me thënë magjike për të konsumuar, kanë dhe vlerat e tyre ushqimore. Është turmeriku, që është një nga erzat, si thua, shumë e mirë, për të përdoru, qoftë në gatime, qoftë edhe në qajra dhe në qumësht, është shumë e mirë për të konsumuar dhe gjithmonë turmeriku për të përfitur ato vlerat ushqimore e dim shumë mirë që duhet shoqërohet edhe me piper të zi. Sidomos kur bëjmë një gotë qumësht, edhim një lugë mjalt, një lugë të kafes turmerik, edhe piper të zi të bluar në moment, e konsumojmë edhe kemi si thuash një qumësht shumë të shëndetshëm. Anila mund të fillosh? Po, lexojmë recetat. I shohim pak në ekran të gjithë përbërësit të listuar. Supë me qiqra, receta e parë e kësaj dite të mërkur, me këto përbërës, 500 gram qiqra, 2 qep mesatare, 1 thelpi hudhër, 1 karot, 1 limon, 2 lugë tahini ose 1 lugë mustard, vaj, krip piper rozmarin, fara speci djegës bukove. Është origjina. Bukë integrale me kos, 300 gram miell integral, 300 gram miell tërshëre, 300 gram kos, 100 gram djathë të shkrirë, 200 ml ujë, 1 lugë e gjysmë sot buke dhe 1 lugë krip. Humus me qiqra e tahini të servirur me qiqra të skuqura. Kjo është receta e plot.
300 gram qiqra, 2 lug tahini, 1 lug vaj, gjysmë limoni, 1 thelpi hudhër, kri piper të zi, piper speci, 2 lug miell, kopër, majdanoz. Janë 3 receta të cilat ne do t'i rikthejmë përsëri, sepse janë goxha të bollshme, pra ndoshta koha që ne i lëm në ekran nuk i mjafton me leximin e parë, megjithatë, i rikthejmë her pas here, si në pjesën e parë ashtu edhe në pjesën e dytë, si gjatë kohës së gatimit, ashtu edhe në një përbledhje të fundit që ne bëjmë në orën 10 para se të Atëre, e jemi gati, do me thënë qepa është zbutur, nuk duhet të te kaloj skuqja, gjithmonë në supra thjesht të zbutet, për shkruar ato aroma dhe vlerat ushqimore që përmban qepa, dhe jemi tani në momentin për të shtuar këtu edhe qiqrat që sa më përpara kemi të zjera, dhe tani hodhëm edhe një lug mix erzash, dhe i lëm që të zihen, ta shtoj pak temperaturën. Në rregull, shtoj dhe pak ujë të ngrohtë, po. Do dhe pak ujë, okej. Dhe është një supë, duhet të jetë lëngshme. Do t'i lëm tani që të zihen, do t'i shikojmë në momentin që do t'i përgatisim atë salsën, që thamë që do t'a bëjmë me tahini dhe lëng limoni. I shkon shumë edhe lëngu i portokallit dhe kombinimi mirë i lëngut portokallit dhe të limonit, i shkon jashtëzakonisht mirë kësaj supe. Dhe sigurisht akoma edhe piper speci djegës, që mund të keni, do me thënë, kështu në farza, mund të keni edhe një specë pluhur, të grirë. Edhe akoma edhe specë... Specë të gjallë. Okej. Të freskët. Të freskët. S'po më vinte fjalla, të pa gatuar, të pa përpunuar. Në rregull, te tahini do doja të ndalonim pak, besoj se një pjesë e mirë në fakt, po kryesisht le të themi ndoshta vajzat e reja pak më shumë e njohin, meqense se është një ndër produktet e viteve të fundit që është bërë pjesë e tregut ton, por rekomandohet realisht të konsumohet. Vjen nga susami, kështu që është një lloj pureje, po e quaj kështu, përdoret në shumë gatime, edhe në realizimin e bukëve del shumë e mirë gjithashtu. Pra, pure fara susami është 100% e tillë, që do të thotë kemi të bëjmë me një produkt organik, edhe është shumë i shëndetshëm se i shishëm pastaj, po, ka vërtet një shije shumë të këndshme. Pregatitet me fara susami? Po, me farat e susami. Edhe me vajin e susami? Edhe me vajin, që duket që është në pjesën e sipërme, po sigurisht që përzihet përpara se të merret edhe të shtohet në gatime. Është shumë e thjeshtë për të bërë, ka vërdiset edhe pastaj bluhet, duke shtuar dhe vajin. Mundet të bëhet edhe në studio, do me thënë, kjo pjesa e tahinit. Okej, e bëjmë një herë tjetër, se sot me qiqërat e kemi mbushur ciklin. E kemi sjellë qiqërat në të gjitha forma. Me që do të bëj kështu, do me thënë, humus me qiqëra, do ta bëj supën me këtë mustardën. Bëhet shumë e mirë, do me thënë, jep një shumë shije, do i hedh lëng limoni, lëng portokalli dhe mustard, që do të bëhet për salsën. Dhe dalim tek ajo që thamë, te kombinimi i përbërësve që i shkojnë pulës, për shembull mustarda është përsëri një kombinues i këndshëm i pulës, limoni dhe portokalli gjithashtu. Jam pse na duhet kati, sepse mësojmë kaq shumë sekrete të vogla të kombinimeve të përbërësve në kuzhinë, të cilat nuk i dim nëse nuk marrim këshilla kështu profesionistësh. Me çka? Jo, faleminderit. Atëherë, fillojmë për të përgatitur këtë bukën, që është një bukë shumë e shpejtë, fillimisht do të hedhim kosi. Edhe te kosi, unë kam menduar që të shtoj dhe një 2 lug djath, për ta bërë akoma, si thuash, më të shishme bukën. Krem djath. Krem djathi, po, djath të shkrirë. 2 lug janë mjaftueshëm për t'i dhënë një tjetër shije bukës. Tu do shtojmë edhe ujin, do shtojmë edhe, sa tham neve që parë, tham 1 lug të çajit, por sot, po. Ja si kam këtu këtë sodë. Kemi shtuar kos, krem djathi, do të shtojmë sodën e bukës dhe këtë bukë do ta bëjmë me... Sodën e kemi kështu në pakot të madhe që mund ta merrni dhe ta hidhni në një kavanos edhe ta mbyllni, do me thënë, por ne thjesht e kemi kështu që të tregojmë edhe qeskën se si është pjesa e sodës. Edhe tani të marrim edhe 1 lugë, s'ka gjë, të çaj duhet të merrja, po s'ka problem. Mos e mbush plot edhe. Duket. Thanë kati punon me sy. Hedhim to një herë, do të shtojmë kripën, i përzihem mirë.
Se janë ca që E duan me shumë duan kripë. qik me më shumë kripën. Do të shtojmë ujin, 200 ml e kam të matur, se është kjo gramatur, se kjo e ka këtu. Po. Po s'ka problem, nuk është... Sa doja të pyesja, ke filluar të gatuash bukën me gramatur? Me gramatur, jo. Jo, se nuk mundem. Anila, të lutem, sa të unë po hap jap të mielin. bjerë këto. Faleminderit. Një bukë super e shëndetshme do t'jetë kjo që do të gatuajmë dhe do të konsumojmë në sot, sepse do t'a përgatisim me 2 përzierje të mielërave, të tërshërës edhe mielin integral. Kështu që... Përzihet mirë kjo pjesa. Si e do t'a hap kështu drejt, apo me hapi cep? drejt, s'ka problem. Se unë të mija t'i hap me cep, se më duket se më rëshkasin më shumë se shduhet, po... Ja, këto duan tani nga një filxhan, po neve do hedhim gjysëm dhe gjysëm. Do t'a shikojmë tani që të ashtu. Tani do hedhim edhe sodën. Do të thot kaq sot. Jo më tepër, se do të kemi kujdes, pastaj soda i jep një shije të rëndomtë dhe e hidhëron. Po e tejkalojmë, do aq sa duhet. Okej. Mielli i tërshërës. Do t'i mbaj të dyja këtu, sepse do të më duhet asaj që do të punohet në tryez. Nuk më duhet më kjo, t'i heq të dyja, s'ka që s'po i Sepse do hequr të Anila. punohet fillimisht, besoj me lugën e drurit dhe më pas me duar, sepse po bëjmë bukë. Janë bukë shumë të shpejta, edhe madje janë shumë të shishme, dhe në momentin që konsumojmë nuk e kuptojmë që janë me sodë. Bëjnë kaq të mira që nuk di çfarë të them. Tani mielli do ta shtoni në mënyrë graduale. Do ta kuptoni në momentin që fillon edhe shkëputet gjatë përzierjes nga ena, do të thotë që është bërë gati brumi. Okej. Edhe e punojmë pak me dorë, duke përdorur të dyja, nëse s'keni do me thënë që ta matni. Pak nga njëra dhe pak nga tjetra. Pra, jemi duke punuar me mielin integral edhe me mielin e tërshërës. Nëse kanë më tepër miell integral, s'ka problem, mund të shtojnë më tepër miell integral. Mund ta bëjnë me miell integral dhe me një miell të zakonshëm, që të hedhin më tepër integral dhe të hedhin, nëse kanë për shembull të hedhin 400 gram miell integral dhe 100 gram miell të zakonshëm. Edhe ai variantë ekziston. E realizon. Në ekran kemi recetën, kështu që vazhdoni dhe shikojeni, ndërkohë që shihni edhe Katerinën që po përgatit brumin, derisa të kuptojmë se cila do t'jetë rreshësia e brumit për ta përfunduar, le të themi, përgatitjen e bukës. Është një bukë që nuk ka nevojë të qëndrojë, apo jo? Jo. Pra të vi apo të pushoj. Edhe pak do kjo. Nga pak. Të e shtojmë nga pak, sepse nuk duam që të shtojmë lëngje të tjera, ta bëjmë shto ujë, shto miell, si që shpreja. Anila, të lutem vetëm më ullë pak të në ato. Të dyja, apo vetëm ato lartë? Atë lartë një herë, sepse duhet bërë në... 5, është në rregull? Te 5-a? Te 3-shi, Loreta, një s'ka nevojë, sepse ajo është bërë gati. Tani do ta vendosim në tryez. Okej. Ti marrim të dyja këto. Lërojmë pak hapësirë. Ta pudrosim me këtë. Dhe si pas dëshirës, nëse duan të shtojnë pak neve rigon, ju përqenë. Mund të shtoni pak rigon. Po, i jep shije. I jep shije, kështu që... Jep e vërtet është. Ta hap
E do këtu apo të ke madhja? Jo, hapje. Me hidh këtu pak që ta përzim dhe do përzihet edhe brenda pastaj. Sa do? Ja, mjaftueshëm është. Tjetë që ta ndihmoj që ta ashtu edhe. Sa aromë të mirë ka? I dha shumë aromë, domethënë. Duhet të dalë një bukë e shishme, se nuk është bërë një brumë me ujë, është bërë me krem djathje, është bërë me kos. Prandaj do dalë e shishme, se është bërë me kos edhe me krem djathi. Si duket, po mblidhet? Mirë, po mblidhet, por ndërkohë Anila do të marrë... Do të pak mjallë, apo jo? Pak fare. Nga cili, tërshër apo integral? Jo, do hedh integral më mirë. Edhe të laj duart. Okej. Jemi duke realizuar një bukë integrale me kos, me miell integral, me miell tërshëre, me kos, krem djathi, sot buke, pakës krip dhe rigon. Këto janë të gjithë përbërësit që ne kemi bërë bashk për të arritur deri në këto momente. Edhe do të punojmë edhe pak pra duke ndihmuar me miellin integral që të na krijojë ai brumi pak më i ngjeshur i bukës dhe më pas do ta kemi gati për ta kaluar në pjekje. Ndërkohë, në të njëjtën kohë jemi duke përgatitur një supë me qiqra dhe do të kemi dhe një recet tjetër të tretë që me siguri do t'i mbetet pjesës të dytë për ta parë. Prap. Po. Sepse ishte më tepër, do me thënë edhe kos. Prandaj brumi duhet parë, duke shtuar pak e nga pak. Derisa të na lidhet dhe të kemi një produkt. Këto i kemi të zjera, këto i qiqrat? Okej. Sa cilësore janë, diferenca e produkteve që na e themi ka i shpesh dhe ndonjëherë duket sikur e teprojmë, por këto qiqrat kështu të plota edhe janë të gjitha njësoj me njëra tjetrën dhe një qiqër kokurmadhe që jep shumë shi. Unë kam qef dhe salatat shumë me qiqra, edhe puren me qiqra. Edhe të gjitha me qiqra. Shumë të shëndetshme. Ja tani erdhi në atë të duam. Filloi të lidhet? Po. Thjesht tani duam ta punojmë pak kështu. Edhe në cilën tablë ta vendosim tek ajo e madhja? Në atë që kam vendosur letër, Anila. Te ajo e madhja. Na mundoi pak jo. Po, sepse mielli integral edhe i thekrës do një çik më shumë punë që të lidhet. Po, patjetër, nuk është se mielli i zakonshëm. Ta largoj këto enën e madhe? Po, mund ta largojmë, Anila. Dhe ndërkohë do i ndajmë në këto 2 bukë. Nëse do të kishim shtuar pak miell... Të lutem pak në duar, Anila, nga ky mielli. Nga cila? Nga ky. E ndi që po shkojmë drejt fundit? Ja, i bërëm gati neve tani. Okej. Që t'i bëjmë një kështu pudrosje për t'i punuar, se s'ka nevojë më që të hidhet, thjesht tani duam të punohen. Edhe t'i vendosim në tavë. Okej. Dhe ta themi edhe temperaturën, se ne do t'i vendosim edhe në furrë. Mund ta vendosim tavën të lutem këtu përpara, sepse para se ta ashtu. Më falni se ju dola përpara. Ja, do me thënë do të vendosen kështu. Nuk ka rëndësi, prandaj janë bukë shtëpie. Po. Edhe me thik do t'i presim, do me thënë t'i bëjmë një prerje. Një të gërvishur, të lehtë nga sipër dhe të vendosim në furrë. Kati duhet të shkëputemi. Marim thikën ta bëjmë? Ta bëjmë, e bëjmë. Që ta shojmë që ta vendosim. Bëj, Anila, mi që ke duar të shumë. Kështu në kryq. Po. Mos, ashtu. Edhe tjetër, sepse e ajros edhe nuk në ngelet e qullët buka brënda. Bëjnë shumë të mira, na mori pak punë, por
Ndjes, do i vendosim në furrë, do kthehemi në pjesën e dytë, do kujtojmë edhe një herë çfarë kemi bërë dhe sigurisht do të marrim edhe kohën e nevojshme që i duan bukëve për të pjekur, do të vazhdojmë më pas me supën edhe me recetën e tretë. Në 180 gradë, 180-200 gradë dhe për 20-25 minuta do t'i keni gati. Shumë mirë. Pra ne deri në orën 10 do t'i kemi bukët e përfunduara. Shkojmë në shkëputjen e pjesës së parë. Këndi i gatimit, pjesa e dytë, live në News 24, në Villa 24, me një mirë sa ardhje tjetër për ju që përandishtë vetëm në këtë momente, me një mirë mëngjes për ju që e nisni ditën më vonë, do të vazhdojmë të jemi në kuzhinë deri në orën 10 për të përfunduar. Recetat. Ashtu. Qiqra, supën me qiqra, të cilën është një supë të cilën e kemi nisur, dua të thoja. Shumë e thjesht për të përgatitur, ja të hedhim një sy, do me thënë se si, ja, bëhet avash. Dhe që kemi këtu, shumë pak gjëra, por shumë shi dhe vlera ushqimore, që do të thotë, kemi nisur me qiqra, të thamë që do t'i vendosim që në darkë, në ujë të ftohtë, me pak krip dhe do t'i lëmë për gjatë gjithë natës. Në mëngjes, do t'i kullojmë, do t'i shplajmë prapë dhe do t'i vendosim në ujë të ftohtë për t'u zier. 2 kish lartë qiqrave. Më mbrapa, do të kavërdisim një qep, do të kavërdisim bashkë me qepën edhe karotat, nëse keni, do me thënë, neve kemi pasur këto karotat e ngrira, si që shikoni, i kemi hedhur brënda duke shtuar edhe një lugë mix erzash. Do me thënë janë mix bahanash këto të cilat japin shumë shije edhe vlera ushqimore supës tonë. Nuk kemi asë një gjë tjetër. Këto janë përbërësit fillimisht, por neve që ta bëjmë akoma më të shishme, akoma më të pasur supën tonë, do të përdorim ose tahini ose mustard. Me qënë se unë do të bëj humus me tahini, do të përdor këtu tahinin, do të përdor mustard me lëng limonin, lëng portokalli për të regluar supën. Do të filloj të përfundoj, apo leta lë dhe pak të bëj tahinin dhe pastaj. Të tëra do t'i bëjmë? Do i bëjmë të gjitha, kështu që. Dhe ndërkohë, neve kemi vendosur në furrë edhe bukë të cilat i kemi bërë me miell integral dhe me miell tërshëre. Pra me 2 lloj mielrash, por jo vetëm me kos, me djath, varet, do me thënë mund ta bëni vetëm me kos, mund ta bëni vetëm me djath, janë bukë të shpejta sepse bëhen me sot buke. Do t'i tregojmë dhe ato më mbrapa se si, u munduam pak me atë pjesën e asaj, do me thënë të bukve, por hidh miell, kemi patur pak më tepër se sa duhet kosin, po s'ka problem. Shtoni mielli dhe ajo përsëri merret të trajtën, pra duhet të bëhet tamam ashtu si brumi që bëjmë bukët. Kjo është e rëndësishme. Tani do të fillojmë për të përgatitur tahinin, që unë e sill në mënyrë më të thjeshtë, ka mënyra të ndryshme për të përgatitur këtë tahin, e bëjmë, më falni, humusin. Bazë, do me thënë, është tahini, por sigurisht që këtu mund të shtoni akoma dhe ndonjë avokanto, nëse doni ta bëni më të pasur. Mund ta bëni me panxar, mund ta bëni me spec të kuq, gogozhare, do me thënë, i shkon kombinimi dhe bëjnë shumë goxha të mira. Do të përdor edhe një thelpi hudhër që mund të përdorni edhe hudhër plur. Tani shumë e thjesht për të bërë dhe vaj do të më duhet këtu brënda. I hedhim fillimisht në një, na duhet një makinë grisë faktikisht dhe qiqrat na duhen që të jenë të ziera mirë. Është shumë e rëndësishme kjo pjesë. Do të shtojmë këtu tani edhe tahinit, marrim një lugë tjetër. Kemi vajin e tahinit, po do të shtojmë dhe pak vaj ulliri. Do të shtoj për masën që kam 2 lugë të plota. Okej, që ta lidhi. Pritë se na e mori luga më tepër. Se të ndihmoj unë. Urdhë Anila. Do t'i shtoj pak lëng limoni. Po i largoj këto kanti që të shohin edhe nga shtëpia se çfarë veprimesh je duke bërë ti. Shumë mirë. I hedhim këtu këto që s'na duhen. Do t'i shtoj piper. Që mund t'a hidhim direkt, do me thënë piperin edhe lëngun e limonit edhe këto që mos t'i hedhim këtu, i shtonim direkt tek ena që kishim këto pjesën e tyre. Piperin do t'a hedh më mbrapa, do t'i shtoj edhe pak skrip. Prape mbyllën. Nuk duhet ta kishim mbyllur aq fort.
paketi. Mund të kërkosh ndihmë, këtu jam. Faleminderit. E di. Ta marrim me këtë një maj. Ja ti hedhim dhe pakës. Jemi në rregull për punën e kripës. Ajo që ngelet është që ta mbyllim pakun edhe ta ngrim. Vajin e ullirit, po. Pavarësisht se hodhëm atë vajin. Sa të më bëhet kjo, më ndis t'i atë vatrën andej, po, për qiqra se do i bëjmë saj. Okej, ndërkohë i hedhim një sy edhe bukëve. Do t'a lëm pak të qëndroj që të rivi, do me thënë makina, mos ta bëjmë, mos t'i shtojmë, okej. Të qetësoj për ta bërë, do me thënë për ta rikthyer, sepse do pak qetësi. Nuk janë ato makinat e forta që i pregatisim, do me thënë, me një të... Që kanë një fuqi më të madhe grirëse. Një fuqi më të madhe, kështu që... Okej, mirë, ne ndërkohë... Punojmë edhe njëherë, do t'a kthejmë, do me thënë, në trajtë kremoze dhe ajo është edhe humusi që pregatitet. Por, ndërkohë, neve këtu do të bëjmë që për ta shoqëruar atë dhe që janë shumë të kënaqshme për fëmijët, qiqrat, pasi kemi të zjera kështu, i kullojmë mirë, të jenë pak të thara mos mbajnë si të thuash lagështir, shumë, i pudrosim me miell, do të hiqet ky mielli, nuk do jetë i gjithi. Është si puna frutave kur i hedhim në kek. Po, si frutat në kek, do t'i ka vërdisim me gjalp ose edhe me vaj, varet sipas dëshirës, por gjalpi i jep një tjetër shije, dhe do t'i hedhim këtyre pastaj edhe nga këto si thuash, në një piper, spec djegë, se këto që do të shoqërohet bashkë edhe me humusin. Bëjnë shumë të mira, bëjnë si kachka. Është shumë e rëndësishme të... Ne i marim qiqret, i vendosim më shumë në mbrëmje në ujë. Edhe kështu si gështënja t'i hanë fëmija, janë shumë të mira. Atë po, mendoja, po. Në vend të tyre snekve gjatë ditës, qiqret janë edhe të ushqyshëm, edhe shijojnë shumë, dhe është një mënyrë për ta konsumuar edhe fëmijët. Madje në këtë mënyrë, bëhen akoma edhe më të mira për fëmijët. Po, fëmijët e rritura që për typin. Jo, për typin edhe të vegjlit Anila. Tani kanë filluar t'u japin fëmijëve që në moshën 6 muaj e lartë. Po gjithsesi, qiqet edhe zbuten, edhe zien, bëhen edhe pure, pra mund t'ja gjeni mënyrën edhe nëse. Në rregull i kemi këtu. Okej. Tiganin e kemi vendosur për t'u ngrohur dhe do të shohim se si do ta vazhdojmë recetën. Ndërkohë, Kati duhet të shohim pak edhe bukët. Ka koma do mëndja, po? Ja dhe pak. Ato pamjen e bukur e kanë marrë. Janë gati. Gjalp apo margarin? Jo, gjalp. Gjalpin e freskët, okej. Le t'i hedhim këto. Se gjalpi i shion faktikisht. Po, do ndihmoj edhe skuqjen. Kështu që do t'i ndihmoj dhe për skuqjen e rëndësishme është tani që ti kemi pasur, do me thënë, prapë do me thënë i kemi kaluar këtu, do t'i marrim përsëri me dorë që mos të kenë shumë s'ka gjë. Sa t'na bëhet gjalpi ne, që mos të harxojmë dhe kohën, do kaloj të pjesa e humusit, të shikojmë, do me thënë, nëse na është gati pjesa e makinerisë që do ndihmuar me lugë. Me lugë, me pak vaj nëse e shej që të ngecë. Se shkrifton. Edhe vaj, po pa tjetër. Anila, kam lëng portokalli që do të më pëlqente. Ja, shumë mirë. Gjendet gjithmonë një zgjidhje. Që mos ta mbushim shumë e ndyrë. Okej. Më mirë me një vitaminë C. Më mirë, po e që drejtë. dhe i shkon. Shumë mirë. Edhe bëhet shumë e shishme. Të lëm shumë më mirë, sepse...
Tjetra që mund të shtojmë, është edhe pak lëng nga i supës, ose dhe ujë, jo vaj, sepse vaj e rëndon shumë. Nëse duam që ta kemi pak më të lëngshëm. Ose nga zierja e qiqërave, të ishin pak më me lëngë. Uji i qiqërave, po. Uji i qiqërave. Me që se neve tani nuk kemi, se ja hodhëm supës, nuk ka problem. E morëm prap nga supa. E morëm prap nga supa. Okej, po, ja tani e likat po lëvizin mirë. Undi mua. Do të rriun aty? Është gati Anila tani. Okej. Faleminderit, po. Jo, s'ka gjë, thash që të vazhdonim. Ja, është të kthyer, domethënë. Okej. Një drejt. Tani varet sa të lëngshme e duam. Se mundet ta bëjmë edhe që të jetë pak më e lëngshme nëse duam, dhe është ajo që thash që mund të shtojmë. Ndërkohë mund të shohim pak edhe raportin qiqëra tahini, pra të shtojmë më pak qiqëra dhe të rrim tek ato 2 lugot e tahinit, që mos na bëhet kaq e trashë, po ja, se kisha pak me miell. Tani te pjesa e gjalpit, hedhim qiqërat, që t'i ka vërdisim, për të marrë edhe atë shijen e mirë. Bëjnë si gështenja të pjekura, por ju garantoj që bëjnë shumë të shishme. Nëse janë për fëmijë, mos u hidhni piper, do me thonë. Po. Erza djegëse. Djegëse. Filëm pak që ta shumë, po unë të mere me pjesën e të hedhim tahinin, fillimisht. Sa aromë të mirë që ka nga pjesa e... Do të hedhim këtu. Shumë të mire ka me vërtet. Tani u bashkua dhe me aromën e qiqërave që po skuqen këtej në gjalp, edhe u bë akoma edhe më e mirë. Po, sa i mirë që është bërë. Nuk e doja më të lëngshëm faktikisht, se mundet ta bënim edhe pak më të lëngshëm. Ma më pëlqen kështu. Prandaj thash që se këtu në këto e bëj kështu se do të shtoj qiqërat. Okej. Shumë mirë. Shtojmë, Shumë mirë. Ato duan të ka vërdisin edhe pak. Të shikojmë bukët, Anila? I shikojmë edhe bukët, sepse kemi realizuar edhe bukë integrale, me miell integral, me miell tërshëre, me krem djathi, me kos, pak sot buke, pak krip, dhe kemi bërë kështu bukë të shkëlqyera. Duke kujtuar edhe një herë se sot po gatuajmë me produktet në Ranzi. Ndaj edhe jemi të sigur që do të kemi receta shumë të shishme e të shëndetshme që do të konsumojmë sot për drek, të cilat, pse jo edhe ju mund t'i bëni ditët në vazhdim. Supash gjithmonë një alternativë ideale për në drek, për më tepër që edhe e domosdoshme për të nisur vaktin e drekës, e pastaj mund të shoqëroni edhe me diçka tjetër, po qoftë dhe një sallatë. Si po shkon? Atëre, po përgatisim vazhdimin e supës. Pra supa do të vijoj në këtë mënyrë. Lëng limoni, po edhe këtë pjesën e kësaj të portokallis me që e kam. Lëng limoni edhe... Pak lëng portokalli, me që e kam këtë gjysën, po e shtoj edhe këtu. Ndërkohë ne nuk do ta grim supën, do ta lëm ashtu në copa. Jo, do ta lë kështu. Okej. Jo, nuk do ta grim, nuk do bëjmë të gjitha të grira sot. Mjafton një grirje. Pak vaj. Edhe nga lëngu pastaj do të shtojmë. Sepse gjithmonë duhet të dim që gjysmën e sasisë së vajit e hedhim në fillim fare dhe gjysmën tjetër do ta hedhim në këtë moment për të marrë atë shijen përfundimtare. Edhe tani do ta trazojmë me këtë.
Se mendoja që do bëheshin kaq të lezetshme këto qiqërat. Jo, bëjnë shumë të mira, madje ti lëm çik që të marrin pak ngjyrë. Po, do marrin ngjyrë, po e shoh që kanë filluar të bëhen si krokante. Ja, kjo salsa shikoni tani se sa e mirë që bëhet. Madje unë do t'i hedh pak fara speci që këtu. Bëhet shumë e shishme kjo salcë. Edhe shumë të shishme pastaj do na bëj edhe supën. Piper, pastaj do me thënë piper ose paprika, është e njëjta gjë, spec djegës, fara speci djegës. Do të marrim tani lëng nga supa, ta afroj diku këtu tani ta kem këtu. Është tamam si ajo gjë që bëhet me vezë e limon, që pritet me vezë e limon. Prerja e supës, po. Sepse mustarda është e njëjta gjë, mund të përdorim në supra të ndryshme mustard në vend të vezës. Që ta presim me mustard në vend të vezës dhe të limonit. Të salcën e përgatitur, si që shikoni, e hedhim në mënyrë graduale, duke e përzier, që supa të na lidhet. Dhe kjo hidhet në momentin e fundit, kur është zier dhe është përfunduar supa. Në këtë moment tani, e fikim sobën dhe lëm të qetësohet, na kanë lënë dhe ca nga këto pjesë të rozmarinës, të qetësohet, të lidhet salsa dhe e keni gati pastaj për ta serviru. Mos shikoni, do me thënë, nëse doni që ta keni më të mpiksur supën tuaj, mund të përdorni, diku kam pasur, një lugë miell të kavërdisur, mund të përdorni qiqrat, t'i shtypni një pjesë të tyre, ose t'i kaloni këtu në mikser, që të bëni atë salcën, do me thënë, kremoze të supës. Janë dy variante, ose njërë, ose tjetër. Dhe mielli i kavërdisur hidhet në momentin tani që neve përgatitëm këtë salcën. E hidhni dhe e lëni, do me thënë, në temperaturë të sobës, sepse ajo përsëri ka atë temperaturë, por nuk ka atë valën, sepse nuk duan që kur hidhet salca, të vendosim në temperaturë të lartë, sepse prishim atë strukturën, atë shijen e supës. Tani, kështu që Kati, janë gati ato. Mendoj të nxjerrim bukën, po, diku të 3 minuta kohë kemi, ndaj nxjerrim bukën, shërbejmë supën dhe besoj do të kemi gati edhe qiqërat kanë filluar të marrin ngjyrë. Po. Na u hapën një çik neve. Po. Të themi defektet tona. Në radhë të parë u pren një çik më tepër. E bëra unë këtë gjë. Jo, nuk është se Jo. Nuk është nga jo. Dhe tjetra, gabimi tjetër është sepse neve të jemi të sinqert, tu i dham një temperaturë më të lartë. Po, pjekjes. Kur bukët bëhen me sod, duhet me patjetër të kemi atë temperaturën që themi 180-200 gradë, është si pjesa e kekut. Keku gjithmonë do temperaturë të ullët, fillon nga 170 gradë, edhe vazhdojnë, do me thënë, pjekja. Mos i shikoni, nuk doj që të marrim me një herë atë, do me thënë, të rritë vëllimin, doj që të vinë në mënyrë graduale, që të piqet në brëndësi, edhe të bëhet, do me thënë, një bukë e butë dhe e shishme, dhe mos të ketë to plasaritje. Të njëjtën gjë pëson edhe kekun nëse i vendosim temperaturë të lartë. Duhet të keni kujdes të gjëra dhe thoni pastaj, po na u hapë, do me thënë, u prish, ngeli qullët brënda, ja pra nga këto ngelet i qullët, sepse është temperatura e lartë ajo që i bën një shpërthim, do me thënë rritet volumi edhe ngelet i qullët në brëndësi. Edhe pse mua më pëlqen kjo korja e hapur kështu. Mirë, shiko, kështu bën të bukura këto. Po pra. Nuk kam se që të them, të pjekura nga të gjitha anët, të bukura, të shishme duhet të jenë. Tani, të heqim këto anë. Po, të heqim tavën, të vendosim diku edhe jemi në fund, Kat, nuk e di. Në fund jemi. Nëse është momenti për t'ja shtuar edhe qiqërat pjatës. Do t'ja shtojmë tani patjetër, qiqërat do i shtojmë. Okej, i largoj unë atë. Bukën këtu. Faleminderit Danila, unë të hedh supën. Shërbejmë edhe supën dhe qiqërat ja shtojmë humusit që kemi përgatitur. Sa herë të mirë kanë këto. Nuk po i presim, sepse janë ende shumë të nxehta, ndaj duhet të lihen që të ftohet. Mua më duken të bëra këto. Çfarë të ra?
Mëra piperi. Duhet kjo? Apo do i vësh kopër? Do i vëm pak kopër, me qashtu. Edhe do vëm edhe kopër edhe na këto, Anila. Sa bukur? Doli bukur, thua? Të vëm, tani sa të bëhen ato, të vëm këto. Okej, ato janë bërë, mendoj se janë bërë. Po. Kanë marrë ngjyrën. Këndshëm. Tani, të hedhim Shtem edhe edhe këto. qiqrat, hedhe. Piper. Sot më pëlqen edhe piper i kuq, edhe piper... E di se sa të mira që bëhin këto. Po, edhe mua po më pëlqen ka shumë kjo ideja. Sidomos për fëmijët e vegjël. Shumë e këndshme. Ja që ndonjëherë mendojmë në çik edhe për fëmijët e vegjël. Duhet menduar shumë vërtet, sepse duhet thënë që është pjesë e familjes që përgjithsisht është pak më me teka për të konsumuar çfarë do lloj gatimi, ndaj nëse dim t'ia servirim dhe t'ia sjellim në mënyra që do t'i shijojnë, e sigurt që do të i konsumojnë të gjitha. Shumë bukur është. Gati jemi në përfundim. Jemi në përfundim. Ajo që do më pëlqente. Shumë bukur duket. Të jemi pakës. Vaj? Po. Që të shkëlqen. Ja, kështu. Të lumshin duart. Edhe, Anila, Urdhëro. kjo. E do dhe pak të kështu, ja. Një prekje të fundit për të bërë si një kopësht me lule. Ka ti të lumshin duart. Shatërvan. Ka dalë shumë e këndshme. Dhe edhe e shishme duhet të Shatërvan e jetë. bërëm. Ma më Të e pëlqen. hodhëm, Aty është hedhur, po. Është hedhur. Ka ti faleminderit. Faleminderit. Ulove, e shoh që kur punon në presionin e kohës nuk është aq e lehtë, por ja dolëm ti përfundojmë dhe të falenderoj shumë. Faleminderit e dashur, por nuk them kot unë. Kur kam ti këtu, më jep energji. Unë ndaloj kohën. Ashtu. E rëndësishme është që ne i mbarojmë dhe ky është suksesi, duhet thënë. Të falenderoj. Nesër zonjat edhe unë të presim në orën 9 me gatim edhe po patjetër. Atëre, miru pafshim nga na ime, kalofshi një ditë sa më të bukur në vijim, pregatitni, bëjni familje tuaja, sepse vërtet do të ngeleni shumë të kënaqura. Qoftë edhe për bukët, qoftë edhe për këtë humusin, po të veçanta janë këto qishrat kështu të kavërdisura, se keni idenë se sa të mira dhe sa të shishme janë. Do t'i provojmë. Fëmijët tuaj do ju thonë një lumshin duart, na përsërit prap mami. Edhe një herë atë recetën me qishra. Edhe supën mos e lëni pa bërë faktikisht, sepse vërtet është shumë e shishme. Edhe lejeni pak me lëngë, mos i thani gjërat. Meni dhe pak lëngje. Miru pafshim, kalofshi bukur. Shkojmë në publicitet dhe kthehemi me Alkem Çuko, pas pak në studio.